Erdh dhe shkoj jeta për mu. Zemra ma shnëzin, gjunahet më kanë lu. Të ndjek dunjan më mashtrova. Allahu të rabë së një bana. Të ndjek dunjan, shpesh më mashtrova. Allahu të rabë, ja, së një bana. Erdhe dhe shkoj jeta për mu. Zemra ma shnëzin, gjunahet më kanë lu. Tu indjek dynjan më mashtron. Allahu të rabë së një bana. Tu indjek dynjan më mashtron. Allahu të rabë së një bana. Këta sy si lotun kur për Allah. As bali janë se gjde s'kara. Vjeti kanë shpejt e ta shpëqana. Allahu të rabë se s'ju bana. Allahu e gjësis, i cili krijoi njeriu dhe nderoi atë dhe urdhroi atë për të bërë ibadet Allah xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu, siç thot në ajetin e parë në një ajet të Kuranit në surën Bakara. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, o ju njerëz, Allahu xhalla shanuhu i drejtohet me një thirrje të posaçme për të gjithë njerëzve, pa dallim ngjyre, pa dallim feje, pa dallim vendi, ku Allah azza wa jall i quhen me një emër shumë të përshtatshëm, shumë i mirë, dhe nuk i quhen me një emër në çmues, por me një emër lavdrues, me një emër përkledhës, dhe thot ya ayyuhan nasu, o njerëz, dhe ne e kemi në gjuhën tonë ku një njeri është i mirë, i thëmë një filoni është njeri. E Allah në nëzit ka këtë termë dhe thot ya ayyuhan nasu u'budu. Një prej komentatorëve të Kur'anit, Abdullah ibn Abbas thot, kur Allah xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu të rrët në Kur'an, vjen një pjesë zënfire, hapi vesh dëgjo mirë, bëni vesh të katër me fjallë tjera, dëgjo se mas kësaj ka një urdhër i madh, ose është një ndalesë e madhe, është një halal apo një urdhër për të obliguar Allah për ta kryer, ose për të obliguar për të larguar prej atina haramit cilin Allah azza wa jall e cek. Në këtë rast gjojmë një urdhër të Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu, që Allah thot ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. O njerëz, adhurojeni Allahun e juaj, krijuesin e juaj, i cili ju krijoi juve dhe ata të cilët ishin para juve, në mënyrë që të jeni të devotshëm. Vëllezër, Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu këtë fe të shejt, këtë fe të madhe, këtë mision që ja dërgoi Muhamedit alayhi salam, për ta përcjellë edhe neve në gjenerat mas gjeneratët të cilën e kemi emanet, anë këtë fe kërkohet një çështje me rëndësi, e ajo është devotshmëria, takvallahu. E takvallahu, vëllezër, ka definicion të posaçëm, e ai definicion i posaçëm më së miri e kuptojmë me fjalën e Aliut radhiyallahu anhu, kur është pyetur se kush janë të devotshmit. E të devotshmit thot Aliu radhiyallahu anhu janë at-taqwa. Pejgamberi alayhis salam ka thënë at-taqwa ha huna. Devotshmëria takvallahu është çdo në zemër. E në zemër është frika e Allah xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Në zemër është imani në Zotin xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Me zemër nëse njohim Allahun, me zemër nëse njohim krijuesin, me zemrat tona nëse e dim krijuesin tonë hak, atëherë jemi ata të cilët kena mjenështrua Allah xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Rezultati i kësaj është fjala e Aliut radhiyallahu anhu kur thot at-taqwa khashyatu min jalil wa 'amalu bit-tanzil wa rida'un biqalil wa isti'dadun li yawm ar-ruhil. I devotshëm është ai njeri, apo devotshmëri është, takvallahu është ai person i cili i tutet Zotit xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. E Allah në lidhje me këtë
Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët keni besuar, o besimtar, frikojini Allah, si me një frikë të sinqert, me një devotshmëri të sinqert, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dhe mos lejoni me vdekje ndryshe vetëm se si musliman. E Allah në këtë thirrje thot: Ja ayyuhan nas, të gjithë njerëzit po i thret. Të gjithë njerëzit po i thret për rahmetit tina, që t'i bojnë Allah xhalla shanuhu një ibadet pashësh. E Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu. Në bazë definicionet të cilën e bën Muhammed si tha Aliu radiallahu anhu lidhje me devotshmërinë, se devotshmëria e devotshëm është ai i cili frigohet Allah xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu. Wa amalu bit tanzil, edhe punon gjithçka ka në Kur'an. O vllazni, këtë pjesë të Kur'anit apo këtë definicion e kemi lënë masdore. Musliman nuk janë të punu me Kur'an, do ta shoh më vonë. Wa ridwan bi qalil, e më koni kënaqur me çato që ta ka dhënë Zoti. Më koni kënaqur ato që ta ka dhënë Allah. Wa isti'dad li yawm ar-ruhil, edhe më përgatit, edhe më dalë para Zotit xhallal shanuhu wa jalla jalaluhu. Këtë definicion nëse zburdhejmë o vëllezër, do ta shohim. Pjesën e dytë të definicionit që Aliu thot, amalu bit tanzil, me punu me Kur'an, thot në dietarët, ثلاث آيات محكمات تركهن المسلمين. 3 ajete të shejta, të qarta, i kanë lënë masdore muslimanë, s'punojnë me to sot. Fakt, ajetul isti'adhan, ajetin e me kërku leje, kur shkosh diku musafir, me kërcit të dera 3 herë, miros ditës 3 herë dhe më kthyet. Ne shkojmë të dera, nështë derën ja thejmë, nështë zilën ja kallën për rrymës atje, të e mojnë gishin rrydhër, ose për tasën në një dhe përshje e drejt atje, derën dhe me në qenë derën. E kemi lanë mazore. Edhe nëse e shef vllahun tënë në bërë, vllahun tënë baset namës, edhe s'po vjen me ta qenë derën, më shumë se 3 herë ktheu, por jo me hedhjem. Më bëmës me në qenë një derën së 3 herë me atër si derën, mos e shkujnë por. Muslimat e kanë lanë mazore këta herë. Mandaj ajeti dytë, është ajetul Miraj, ajeti të trashëgimtarisë, që nuk voteme jo në askjo, që musliman e kanë lënë edhe këto masdore. As sen, kur dohën vllaznija, dhe des babaj tyre qikës nuk e donë sen të jetë. Shkon të burë. A merë të qka për vlisët babësve? Jo. Bili është, as që e kena regulluhe që miras e gjumë dhe qka të keqe. Miras e nuk po me prejtë. E mirat është si për qytin, si për djallin njëj. Mirat është që ato që ta le baba edhe nana jote që kam të. Edhe këtë pjesë të Kur'anit nuk e praktikojnë nëse të asë si musliman. E ajeti i tretë, cilë musliman të kanë lënë masdore, vetëm tripi për meni, ka të shumë në ka, i që nga do të plasën për ta. Sot, ajeti i tretë është ajeti në cilën Allah xhalla shanuhu thot, ju kemi kriju prej një mashkulli edhe prej një femre, prej Hazreti Ademit edhe Havës. Ju kemi bo kabile dhe kukuj shumë, li të arafu, për më njoft njëni me tjetërin. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Po më i mirë që aty në popujve dhe fisëve është cili është më i devotshëm. Më i afërt te Allah xhalla shanuhu. Ne kemi lënë masdore këtë. Ne nuk na intereson po çka, ne jemi shqiptar. Ata thojnë ne jemi arab, ata thojnë ne jemi turk, ata thojnë ne jemi amerikan, ata thojnë ne jemi kësej, ata kësej. Por harrojnë se Allah ka thënë inna akramakum inda Allahi atqakum, dhe më i mirë prej tyre të nafisëve që i përmenda është më i mirë ai i cili ka frikën dhe sinqeritetin te Allahu i tyre. Këtë ajeti kemi lënë masdore. Ama mesin e popujve, filan fisin, filan mahalla, filan kështë. Jo, o vllazni, po më i mirë të Allah është qaj me i devotshmi. E Allah thot në Kur'an, ja ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju njerëz, adhuroni Allahun. Adhuroni Allahun se Allah është ai i cili ka kriju juve, edhe ata që janë konë gjallë sa janë, baballarët e ju, gjysha dhe ju, pe Ademit alayhis salam, deri te ju. Që Allahu ka marrë shpirtin. Sot ata janë në ndhej, këllëdheu sa mbretin e ka tret, këllëdheu sa lirin e madhe ka tret, këllëdheu sa lirin e ka shtin barkën në saj, sot nuk janë. Edhe ata dhe ju Allahu ju ka krijuar. Për çka?
Le'allakum tattaqun në mënyrë që të jeni të devotshëm o vllaznik. E se ti jesh i devotshëm kur ti nuk bën ibadet, e sot tema jonë sot namazi. Edhe një javë e kaluar për namazin. Që do të flasim për namazin. Që do pejgamberi alayhi salam rasul amri al-islam wa amuduhu as-salat. Çdo sen, kryet çdo sen është namazi. Është fe islami. Është tylla kryesore e dina është namazi. Mos e ka rëndësishme shumë. Muslimat namazin e kanë namazdore. Sa që është shumë interesant. Namazet nuk e dhejnë gati. E kanë ba namazin vetëm kur kanë kohë, e kurse si obligim. E Allah Gjellëshanu vë Gjellë këtë obligim ne kanë ngarkuar neve mbi supet tona, që me la që shkrujmë për neve nëse e krymë, për mirë ose për keq nëse se krymë. Nëse e krymë, kemi shpërblim, e nëse nuk e krymë, kemi dënim. Të Allah Gjellëshanu vë Gjellë. Allah Gjellëshanu vë Gjellë me këtë obligim të madhë që na ka obliguar neve mbi qiellin e lartë, është thot qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Veç kanë shpëtuar musliman, shpëtim pra do të jenë ata musliman të cilët fi salatihim khashi'un. Në namazin e tyre kanë sinqeritet, kanë frikë. Him namaz me drodhë e Zotit Gjellëshanu vë Gjellë. Kur him namazin e tyre jenë kënaqur. Zemrat e tyre kënaqen me krijuesin e tyre. Kur ka vetë Gjibril alayhi salam Muhammed alayhi salam me ihsan, çka është bën mirësia? El-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Mirësia më e madhe është nëse njëri e adhuron Zotin, e adhuron Allah sikur që peshen. Rregmia, që i pastë, i disiplinon namazin e tina, para krijuesit i udhal, edhe pse ti nuk e sheh atë, ai sheh ty. Rregull të posaçme që ty me të bën njeri i fytyrën tokë e jo hajvan. Do thot namazi është një prej gjërave që ty ta rregullon jetën tënde, që ti jesh i disiplinuar në namazin tënd. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla. Allahu thot, veç kanë shpëtuar ata të cilët e kanë pastruar imanin e tyre, nuk besojnë gurin e drunit, nuk besojnë lopën e diellit, nuk besojnë kryqin e zenët të thjeshta të cilat logjika njeriu nuk i pranon, por e besojnë Allahun e tyre të lartësuar, cili është krijuesi çdo seni. Wa dhakara isma rabbih fa salla, dhe përmendin emrin e Zotit krijuesit të tyre dhe fali namaz. Më i miri përkujtim ndaj Allahut është të falësh namaz. Më i miri përkujtim që Allah të imi një ufdërë përkujtim është që të falësh namaz, të fash namazën Gjellëshanu vë Gjellë. Atëherë dhe zërë, duke ditë rëndësimin e namazit, çfarë rëndësie ka, është obligimi çdo besimtari moshërritur me mësue dhe me studiue namazin. Jo me u fut anë namaz pa ditë, mos me ditë ku prishet e ku hidisit, si fillon e si përfundon, me ditë kushtet e namazit, çish është namazi, çka është namazi, ku prishet namazi, nëse vjen me vonesë, këto të gjitha këto kushte i ke obligim për me mësue çdo mashkull dhe femër, çdo i madh dhe i vogël, i cili është në moshën madhore që e ka obligim. Atëherë vëllezër, duke dinë pra se namazi është i tillë, Allahu Gjellëshanu vë Gjellë e ka thujt me një emër shumë interesant. وإذا كان إيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان. النسا është imani njeriu, nëse është me fol me gjuhë, me thënë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, edhe me besu me zemër. Fas-salatu amalun bil jawarih. Kurse namazi është gjëja kryesore që tregon çat imanin tën, që e kim rëndësinë tënë në zemër me punu wa ta'atu lir-Rahman. Gjithashtu namazi pra është ka i tap me bë Rahmanit, Allahu Gjellëshanu vë Gjellë. Mandej Allahu Gjellëshanu vë Gjellë e ka zbrit, e ka bë obligim namazin për me e dresue, për me dhënë edukat shpirtit e njeriut. Që njeriu kur futet në namaz, Allah azza wa jalla me namaz e largon prej dunia llokut. Sa që njeriu kur është në namaz, posa që është në sejdë, nuk ka mes tina dhe krijuesit tina ma sen mes tina dhe krijuesit. Sa që disa djetarë me thënë është sa ajo fleta e hull dhe klepës të qa që është me Zotin në Gjellëshanu. Jo, ajo shumë është të pash, është edhe më hapsh. Kur robi tina është duke qitë në balën e ti të shajt e largë, por Allah
namazi dhe është aq i rëndësishme. Namazi nuk falet shkel e shka. Namazi duhet më falë ashtu që duhet. Mi adhëm hakun dhe pejgamberi alayhi salam ka thënë lidhje me këtë. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Falë o musliman, falë o që të msheni mu të falë. Dhe sot nuk ka namaz femrat posaçme të mashkujve të posaçme. Po namazi është qysh falet pejgamberi alayhi salam. Dhe pejgamberi alayhi salam sallallahu alaihi wasallam u fal në mënyrat e tina të ndryshme, sepse falja e tina në një mënyrë do të ishte lehtë për ummetin. Po falja e tina në mënyra të ndryshme do të shtin ummetin për pas zbuluar rahmetin e Allahut xhalla xhelaluhu. Ikhtilaf al-ummati ar-rahme kama pejgamberi alayhi salam. Nëse ummeti jam ndryshoi, bojnë ikhtilafat, është rahmet pe Allahu xhalla xhelaluhu. Atëherë mos pengon ty çfarë do mënyre që falet njeriu, ai i cili ka drejtu kiblës Allahu xhalla xhelaluhu. Besharat Allahu akbar. Dhe këndon elhamdulillahi rabbil alamin. Dhe selamu alaikum wa rahmatullah, selamu alaikum wa rahmatullah. Është i barabartë me ty. Sepse Allahu xhalla xhelaluhu kish ditë ta bëjë një mënyrë të falurit. Por Allahu ne ka dhënë Muhammed alayhis salam do fal mënyra të ndryshme. Atëherë lumi ai i cili bën sunete më shumë se sa ai i cili bën sunete më pak. Do të ai i cili bën sunete më shumë nuk është i barabartë me atë që bën më pak sunete. الله جل شانه وجل جلاله قال القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فن النماز يبني زكاة رسبتنا محمد عليه السلام لم يجها لعلكم ترحمون. نرجع فتن رحمتنا الله. كوش يفعل نماز إكافيتو رحمتنا الله. كوش يب زكاة إكافيتو رحمتنا الله. كوش يبني رسبت بيغامبر عليه السلام إكافيتو رحمتنا الله جل. من نهار مس نماز زكاة përmendën pejgamberi alayhi salam me bërë respekt. Pse? Sepse qohët një besimtar më falë edhe nuk e praktikon sunetin e tina, edhe ti këtë qysh janë rrogë rrugë të ti më falë ja. Harat më falë ashtu. Valla po duhet më falë konkret, kompletaj më shumë. Valla po duhet më lidh duhet përpara për lidhje për mas, ja harat është. Ki më falë, qysh është falë pejgamberi alayhi salam. E në mos respektimi pejgamberit alayhi salam është mos respektimi Allahu xhalla xhelaluhu. Atëherë respektimi pejgamberit alayhi salam është respektimi i Allahu xhalla xhelaluhu. E nëse respektohet Allahu dhe pejgamberi alayhi salam, duke u falë namaz dhe dhënë zakati, çka? Fitohet rahmeti i Allahu xhalla xhelaluhu. Madje Allahu xhalla xhelaluhu, ata të cilët e falin namazin i ka përshkruar me cilësinë e imanit. Do të thotë, ai i cili ka iman fal namaz, ai që s'ka iman nuk fal namaz. Vje keq. Kështu Allah xhaleshanu ka shkruar, e ka përshkruar. Vetëm ai që ka iman Zotin falet. Ai që s'ka iman vallahi nuk falet. Mos ta vje keq. Ai që të thotë unë besoj Zotin, pas po falet ja. Imani dhe Islami janë një. Po kur bashkohen ndahen të dyja. Se Allah thotë në Kur'an, "Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Gjësa është lidhur me iman. Do të besimtarë janë ata të cilët besojnë në shefësit nga lëvizjet e Allahut edhe falin namazin. Madje Allahu xhalla xhelaluhu në lidhje me këtë i ka çortuar njerëzit. Ka thënë mirë ata të cilët falen. Falen për sy të faqe. Dhe janë të pakujdesshëm ndaj namazit të tyre. Çka? Pas ka nevojë në njeriu këtë ibadet me pas mos me pas sy pasi, po me pas perimet për Allahun, jetën për Allahun xhalla xhelaluhu. Mandej mos me fal namaz shkele shko, po me fal ashtu siç duhet. Mandej Allah xhalla xhelaluhu na ka urdhëruar lidhje me këtë dhe ka thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu." O ju të cilët keni besuar, nëse qoheni mu fal, na ka mësuar si më fal, ju i dytë, po i pastërt. Lani fytyrët e juaja, lani dorët e juaja deri mas bryllit, lani mes kokës të kapave, lani këmbët e juaja deri në yje. E nëse jeni pa pastër gjëro, lani krejt. Namaz në komo fi i paktu, pa pas abdes, pa kon i pasër pe guslit. Subhanallah. Pse? I afër me Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu. Allahu xhalla shanuhu të ka marrë rahmetin e vet, e shkosh i dytë, sa që edhe gjenaza kur del për kësaj bote e pastrojmë. Po pastikohem, i ngrimin trup e hanë. Po, ne vja falim namazin tina duke qenë i pastër.
Pastërtia do namazi është gjëja kryesore që kërkon pastërtinë. Mandej Allah xhaleshanu ve xhelal na ka thirrë lidhje me namaz dhe ka thonë ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. O ju besimtar, kur thirrni për namazin e xhumas, do thotë Allah na thirrën namazin e xhumas, posaçërisht edhe namazet tjera me azan 5 herë në ditë. Në një vend ku nuk thirrët ezani, në atë vend ku nuk thirrët ezani, lëndrojnë djallët e mallkuar, vetëm nuk i shohin njerëzit. Por në një vend ku thirrët ezani, në atë vend nuk ka djallët e mallkuar, largohen larg. A nuk ka lehtësim për ty që Allah ta ka bë të mundshme që me anë të një tekbir fjalës Allahu Akbar pas handitje ku largohet djalli i mallkuar i cili është armik i përbetuar i njeriu. Madje Allah xhaleshanu ve xhelal në lidhje me këtë ceremoni të madhe, namazi, që ka bo obligim në Allah në qiellin e lartë, në arshi ala, që ka bo Allah mbi qiell, e ka bo obligim, na ka obliguar që të ndërtojmë xhami dhe vend falje për të bëhen njerëzit të falin, dhe të jenë të pastërt me të. Mandej, kur shkosh në xhami mos më shkuet të i palam, i paveshur mirë, po më marr teshat më të bukura për të shkuar në xhami. Atë që e kije, të jetë e pastërt edhe e bukur për të shkuar në xhami. Mandej pejgamberi alayhis salam ne ka ndaluar me shku në xhami, duke me hangër ke pudra për rrej. Pse? Vjen era. Por mos më pengu me lasët dhe njerëzit që falën në atë vend. E atëherë vëllezër, namazi është këshilla kryesore dhe fundit e Muhamedit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam kur nda pe besimtarë, kur nda dhe ka lënë më të rëndë porozi, ka thonë kështu pejgamberi alayhis salam: "As-salat, as-salat." Në gjumën arabe është kur përmenet nisen 2 herë, është për forcimi asaj se ati ka namaz, me fjallë tjere, keni kujdes o vladi mos reni namazin, edhe shka, wa ma meleket e imankum, edhe ata që akin në amanetin e juaj, që akin në disa në amanetin tuaj, që akin në dorën e juaj, me kry ashtu që duhet amanetin e juaj, apo me pas pëkshyrën e tina, kryesore namazin. Namazit dhe dyre ka përmen pejgamberi alayhis salam që ma në folin, nuk ku dha këshilla ma pejgamberi alayhis salam shokëve vetë dhe i tha as-salat, as-salat, dhe në çdo namaz, çdo ezan thënë hayya ala as-salat, hayya ala as-salat, ejani në namaz, menni herë mas namazit hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, ejani në shpëtim. E ku argumentet kjo? Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Veç kanë shpëtuar muslimanë, të cilën ndaj namazit tyre kanë devotshmëri, kanë respekt dhe qëndrueshmëri. Do të vëzër, kjo është do ajo që fulet lidhje me namazin dhe thot pejgamberi alayhis salam. Sani i fundit që u prej umetit tëm është namazi. Parin më sen që kam u prej muslimanëve është namazi. Kanë me fillu me botë të farë bidatesh, të një farë senesh, kanë me namaz dore, e më të më sen kam me lënë namazin, kanë me lënë namaz, kam me falë xhumat ka herë, që ka nisë të nashtash, xhamia falë, hapë me di xhumaje. Të në edhe gjumon një herë në muj bëfalë, balë edhe lartë kajtë për ata. I mërami sen të më thonë që ka më ranë vejimetit të unë është namazi, kurse i bari sen që të të vetëm para Zotë Gjeleshan, o vladin është namazi. E ajë të pejgamberi alayhis salam që ka lëmë për këti provimi, veç ka shpëtuar se të namazit vërtet është edhe për dunja, edhe për ahiret, dhe Allah thot inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullah. Falenderimi të kanë Allahu Gjellëshanu wa Gjellë atë e falenderojmë dhe për ti falë dhe ndihmë kojkojmë. Kënë auzën Allahu Gjellëshanu wa Gjellë nuk ka kush që mund të lejtit nga rruga e vërtet, dhe kënë nuk e auzën Allahu nuk ka kush që mund të auzën për veçti. Dëshmojmë dhe deklarojmë me fjallën të cilin e kemë të kultivuar të dhe në zemër të bindën e të, dëshmin se nuk ka zot tjetër që i takon ibadeti përveç Allahut. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Dëshmojmë gjithashtu dhe deklarojmë me gjuhë se Muhamedi është Rabb dhe i dërguar i tij. Allahu i lartësuar na krijoi vëllezër, na bëri besimtar, por në mesin e tyre bëri ata të cilët e përkujtojnë Allahun Gjellëshanu wa Gjellë me padurim. Allahu Gjellëshanu thot në Kur'an, "Fadhkuruni adhkurkum", përkujtoni mua, ju kujtoj edhe unë juve, "Washkuruli wala takfurun",
Falenderoni mua dhe mos më bëni mohues, mos e urreni Allahun azza wa jall. Nga ky verset kuranor vëllezër kujtojmë se Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu ka kërku prej neve që ta përkujtojmë Allahun xhalla shanu wa xhalla xhelalu. Ela bi dhikrillahi tatma'inul qulub. Me përkujtimin e Allahut azza wa jall, thot Allahu azza wa jall, me përkujtimin e tina qetësohen zemrat e juaja. Zemra e njeriut ka nevojë që të përkujtohet emri Allah. Është emër binatëror, krijuesi jon, që vetëm atina i takon ibadeti, që vetëm atina i takon kreatura, që vetëm atina i takon shtrimi i çdo seni në këtë gjithësi. Atëherë Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu na obligoi me obligime për arsye se na dalloi nga krijesa tjera. E ajo që na dalloi neve nga krijesa tjera është mendja, logjika jonë. Që me anë të logjikës njeriu mund ta dallojë të mirën dhe të keqen, mund ta dallojë të bardhën dhe të zezën, por nuk është në gjendje ta dallojë shirkun, kufrin prej imanit. Çka është problemi? E ka ditë Allahu xhalla shanu se njeriu me këtë logjik nuk do të mund ta dallojë. Lehtësisht. Se sa njerëzit e mençur i gjanë këtë botë dhe i bëjnë sejdë burit. Sa njerëzën këtë botë i gjanë duke i bërë sejdë zjarrit. Sa njerëzën këtë botë i gjanë duke i bërë sejdë edhe lopës, duke i krahasuar me krijuesin e tyre Allahun. A mujt i qunë bod Allah? A mujt i thonë tyne jenë për mend? Kurse si? Ata kanë mend, por të mendja e tyre o vëllezër i mungon diçka. Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu për të kërkuar dituri, njeriu ja ka dhënë 3 rrugë. E ato rrugë për të cilat Allahu neve na i ka dhënë, nëse ne nuk i shfrytëzojmë, do të jemi të humbur për gjithmonë. E para rrugë të cilën Allahu ta dha o njeri është sikurse edhe krijesat tjera që e kanë shqisat. 5 shqisat tua të cilat i kije. Nëse ti i shfrytëzon ato, do të arrish, do ta gjejsh të vërtetën. Por shqisat e njeriut janë të kufizuara. Edhe Allahu azza wa jall e diti se njeriu me shqisat e tina krijesat tjera mund të i kalojnë, ta sfidojnë në këtë aspekt. E Allahu azza wa jall ja dha njeriut mendjen, logjikën. E logjika është ajo e cila nuk gjendet te krijesat tjera. Vetëm te njeriu. E kur njeriu nuk din ta përdor logjikën, ta shfrytëzoj logjikën, ka me qenë shumë i humbur. Kur logjika e njeriu të pranon se duhet fëmiu më dasht shumë, kur logjika e njeriu të pranon që i afërmi duhet më dasht më shumë se i njëjë afërmi, kur njeriu logjika pe pranon se baba edhe nana duhet më dasht keni mirë apo i ketë prind, si nuk pe pranon logjika e njeriu që duhet i nështrohet kjo logjik që ti nështrohet që ballën e tina të ndeshëm t'ja nështroj krijuesit të tij. Krijuesi i ballën tina është Allahu. Edhe Allahu ka kërku prej nesh që t'i bëjmë sejdë vetëm atij e askuj tjetër. Walillahi alhamd. E falenderojmë Allahun që këtë sejdë nuk e ka leju Allahu askuj mi ju bë në fytyrën e tokës, por veç se Allahu xhalla shanu wa xhalla. Por logjika e njeriu të vëllezër peshohëm si është. Atëherë Allahu azza wa jalla e ka ditë se edhe kjo logjik është e kufizuar. Pasi që është e kufizuar logjika, Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu e ka bë kusht të besimit kadon dhe kaderin e Zotit. Sepse kadaja dhe kaderi i Allahut është jashtë diapazonit. Dituria jashtë dijes së njeriut. Dituria nuk ka fund, por dituria e njeriut ka fund. Logjika e njeriut ka fund. Nuk mund t'i arrijë të gjitha gjërat, e Allahu azza wa jall ja dha logjikës edhe një fenomen tjetër për të kuptuar. E ai është lajmi i vërtetë. Lajmi i vërtetë. Njeriu me anë të lajmit beson, edhe pa e pa me shqisa, edhe pa e marrë mendja. Shumë njerëz të mëdhenj të historisë, që i ka përmend historia, ne nuk ja dim ndoshta as fare fisnin e tina, as zinxhirin e tina dhe i përmendim sot duke i përsërit njerëzit, duke na ardhur lajmet. Por Allahu xhalla shanu
e përuni Kur'anin famlar për menatet huve, se thot Allah, fa in ja'ekum fasikun binaba'in fatabayyanu, nëse vjen juve një njeri, edhe ai është jo i pastërt, jo i drejt, është fasik, mendon një lajm, fatabayyanu, sharron e lajmin. A është lajm i mirë apo lajm i keq? A është i vërtet ajo i vërtet? Se mendja jote e pranon, edhe ti punon me atë. Atëherë ta humb vlerën tënde. Ta humb vlerën tënde. E Allahu e ka ditë se ndihim si kryesor i logjikës. Gjëja kryesore e logjikës është vahji, shpallja. Shpallja është prej Allahu xhelle shanuhu. Që Allahu i shpalli pejgamberve, Nuhit, Idrisit, Musait, Isait, edhe Muhamedit alayhi salam. I shpalli se çka ka nevojë mendja njeriu. E Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu me këtë shpallje i ndihmoi njeriu që ta gjojë të vërtetën. Nalja pa vërtet s'po të shoh. Mikrofonit nalja. Ose nalëm krejt. Ja, sa shumë, jo, hajde. Po shtam. Ja, ty po duket mirë. Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu e përuni shpalljen për të ndihmuar mendjes së njeriu për ta gjetur të vërtetën. Allahu thot në Kur'an: "Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin." Ky është libër udhëzues për të devotshëm. Me fjalë tjera, merrni çka të gjani në të. Prej urdhërimeve dhe prej ndalesave mos i punoni, se ai është krijuesi i mendjes së juaj. Fjala e krijuesit të mendjeve të juaja dhe vetë qendjes së juaj njerëzore. Allahu kërkon për juaj dhe kërkon prej juaj. Ju obligon me obligime se ato janë për juve, se Allahu azza wa jall e ka kriju vdekjen dhe jetën për t'ju sprihuar juve se cili prej juve është më vepërmirë. Atëherë, në lidhje me këtë, në javën e kaluar, edhe një herë më herët, në javë tjetër folëm për namazin, por edhe sot do të flasim për një grup njerëzish, cilët Allahu i qunë burra, e që ne edhim se termi burr nuk i thuhet fëmijët, por burra shumë pa ka. Burrat të cilët janë burra me kuptimin e fjalës. Këtu e ka fjalën Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu. E Allahu po i drejtohet atyre burrave, të cilët janë burra për ime, të cilët nuk i loha batita e kësaj dujaje, dhe thot Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu: "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah." Ata burra të cilët nuk i pengon tijareti, tregtia e madhe me pakicë apo shumicë, as shit blerja e kësaj dunjaje. Për çka si pengon? An dhikrillah, pe përkujtimit Zotit xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu. Këta janë burra të cilët Allahu u ka dhënë tregti, të cilët Allahu u ka dhënë pasuri, mundësi për të blerë dhe për të shitë. Po kur vjen momenti për ta kujtu Allahu nuk e pengon. Wa iqam salat. Gjithashtu nuk e pengon këtë burr as namazin me përkujtu Allahun me të. Se më i mirë përkujtim e Allahut është namazi, o vllaznik. Më i mirë lutja është namazi. Më i mirë adhurim është namazi, që Allahu na e obligoi për ta freskuar zemrën tonë, për ta freskuar shpirtin tonë, se namazi është ushqimi kryesor i shpirtit. Namazi është ushqimi kryesor i asaj çka nuk e dim çka është ai. Ai është shpirti jon që Allahu azza wa jall ka thonë, kanë me vetë për shpirtin, thuaj shpirti është në dijen e Allahut dhe nuk u kumdon për të njohuri veç kapak. E ushqimi kryesor i këtij shpirti, që shpirti e ndjen vetë të kënaqur, është kur robi qenja fizike i nështrohet me atë jo fizike, metafizike, i nështrohet Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu. Nuk e habit dunjallaku, nuk e habit tregtia ti, nuk e habit pasuria ti, nuk e habit as fëmia ti, në përkujtimin e Allahut, në faljen e namazit dhe në dhënien e zakatit. E ndin vetën të lumtur që Allahu i dha, e ndin vetën të lumtur që Allahu ja ka dhënë mundësinë, e ndin vetën të obliguar që ta përkujton Allahun xhelle shanuhu. Ta fal namazin ashtu si duhet dhe të jep zakatin prej asaj pasurie që Zoti ja ka dhënë. Sikur se krejt njerëzit të qohen në kam, për me ta dhënë një të mirë nuk do të mujtë ta dhënë vetëm ata që ta ka shkruar Zoti. Nëse krejt njerëzit të qohen në kam,
për të marrë atë që është e jotja. Nëse se ka shkruar Zoti nuk mundet kur kush më ta marrë. Atëherë ky garancion prej ka vjen? Prej imanit të plot në kaderin e Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu. Ai I cili ka këtë bindje, ai I cili ka këtë iman, ky e përkujton Allahun shpejt dhe pa enda. Ky bën namaz pa pritue 5 kohë të namazit, I rrin gati dhe thot pejgamberi alayhi salam me pyetin kur është pyet, se cila vepër është më e mira për robën me kry për krijuesin e tina? Thot pejgamberi alayhi salam, as-salatu fi waqtiha. Ose fi riwaje, as-salatu fi awwal waqtiha. Vepra më e mirë e robit është ta kryej namazin fillim kohës së tij. Milet gati namazit. Pse? Sepse dunjaja është ajo që të largon ty. Familja, gruaja, fëmijë, vllazëllaku, rreti, edhe puna jote. Por ti si njeri dhe burr që ja ke dhënë fjalën Allahut, je besnik në atë që ja ke dhënë fjalën, qëndron burr se Allahu të quajti burr. Për atë I cili ja mban fjalën Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu. E këta burra ja khafuna yawman tataqallabu fihi. Këta burra I tutën asaj dite kur do të ndryshojnë në të zemrat e tyre. Tataqallabu fihi al-qulub wal-absar. Këta burra I tutën asaj dite që kanë më dalë para Allahut me dhënë llogari. Këta burra I tutën asaj dite kur zemrat e tyre do të ndryshohen. Këta burra I tutën asaj dite kur sytë e tyre do të frigohen, do të këshyren nga djathtë dhe nga majta se kush për e ka. Atë ditë kur do të lyp hak gjithkush prej tina. Allahu e qunë këtë ditë, thot yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Atë ditë kur do të ikë vllau prej vllaut, kur do të ikun prej babës edhe prej nanës, kur do të ikun prej gruas edhe prej vllaut. Se cili ka problemin e vet. Edhe Allahu thot në një sure tjetër, atë ditë kur do të hinë xhenetli në xhennet, dhe do të bëjnë muhabet me zveti, do të vesin thënë ku janë met ata robelet, ku janë met ata robelet të cilët nuk I kanë adhuru Allahun dhe janë shit para nesh mendje mëdhenj në dunja. I pyesin, çka ja hi an këtë vend? As-saqar. As-saqar është vendi ku digën trupat e atyre që nuk I bojnë sejdë Allahut, që nuk I bojnë sejdë kur Zotit xhalla shanu wa xhalla xhelalu. E mohojnë krijuesin e tyre. Thojnë, lem në kumin as musallin, se në konë prej falsave, se në konë prej atyre që kanë bërë sejtë Allah xhalla shanu. Ajo që në ka pru neve në këtë moment, është se na nuk kemi qenë shpërblyes, nuk kemi qenë mirë njohës të Allah xhalla shanu, sa kemi qenë gjallë në këtë dunja. Edhe Allahu vazhdon për burrat, të cilit ja dinë Allah që qynën thot, ata pra frikohen me Allahut azza wa jall, që do të ndryshojnë zemrat e tyre dhe sytë e tyre do të cilën poshtë e lartë. Liyajziyahumullahu ahsanu ma amalu. Por të shpërblyejë Allahu atë ditë, masi ja ka dhënë Allahu fjalën për me dalë në besë, asaj që ja ka dhënë, kanë punu vepra të mira, për me shpërblyejë Allahu me senet më të mira për veprat e tyre. Wa yurihum min fadl wa yuziduhum min fadlihi. Dhe ju shtot Allahu bi fadiletet e tina, I shtin prej xheneteve në xhennet. Më të lartë, wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. E Allahu I furnizon njerëzit, I furnizon ata të cilët e përkujtojnë Allahun, ka se menojnë hiç, pa llogari hiç, gjërë llogari e hapur që I vinë të mirat, ka nuk I paramendon. Dhe ai I cili bën sejdë Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu, dhe ndin vetëm të obliguar që duhet I bëj sejdë Allahu xhalla shanu. Në këtë dunja Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu ka me furnizu, ka s'ja merr mendja atij hiç. Por vëllezër, rreziku është në dorën e Allahut. E nëse ti këtë namaz ja bën krijuesit, ai I cili është furnizues, ai ty ka më ta çu rrezikun edhe kurse mendon hiç. Atëherë vëllezër, e lutem Allahun xhalla shanu që të na bën prej të njerëzve të devotshëm, prej atyre tyre të cilët e përkujtojnë Allahun shpesh dhe pa enda, dhe ja dim hamdën dhe shqyrit Allahun që na ka bën musliman të mos bëhen përtaca, ta përkujtojmë Allahun xhalla shanu wa xhalla xhelalu. Pra në javën e ardhshme do të flasim për edukimin e fëmijëve. Pse? Sepse këtu fillon edukimi I namazit dhe do të shohim se çfarë obligimi ka ky burr, ky babë dhe nan,
ndaj evladit që Zoti ja ka dhënë, që është pasuri e madhe. E lutem Allahun dhe javën e ardhshme që të na shpëtoj dhe të na ruaj prej fetra djallë të mallkuar.